Mbrëmna festivalin Selam Fest 2026 hapjen solemne bëri Hafez Daud të Lezi. Lexim nga Kurani, derisa falon Ibrahimi, kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Prizren, mbajti fjalën përshëndetëse bashkë me doktor Orhan Bislimaj, kryemami i Këshillit të Bashkisë Islame. Hadha ma tu'adun. Mirë se keni ardhur në festivalin Selam Fest i organizuar nga Këshilli i Bashkisë Islame këtu në Prizren. Ne jemi shumë të nderuar dhe të respektuar me prezencën tuaj sonte këtu, por mbi të gjitha jemi të respektuar dhe të nderuar edhe me prezencën e hoxhallarëve, në veçanti hoxhës Ekrem Avdiu, por gjithashtu edhe të mysafirit ton, mbështetësit ton të pandashëm, Haxhi Urim Hoxha, i cili i ka dhënë një kontribut të veçantë edhe këtij festivali. Unë dua t'ju përshëndes të gjithë në emër të Bashkisë Islame dhe t'ju dëshiroj që të kaloni momente dhe çaste të këndshme, duke ju falendëruar të gjithëve, por pa hatërmbetje një mirëseardhje t'ua bëjmë edhe gurbeçarëve tanë të cilët gjenden në pushime në venditjen e tyre. Dhash Zoti Xheleshanu të kaloni shumë mirë, për gjatë 3 ditëve të cilët do të kemi momente të veçanta, me mysafirë të veçantë dhe inshallah Zoti do të kalojmë të gjithë së bashku momente gazmore. Si vjet është edicioni 3, por siç e dini, Selam Festi për herën e parë është organizuar në vitin 2019. Aso kohë Këshilli i Bashkisë Islame i Prizrenit dhe OJC Arrasta e bën këtë simbiozë kulturore dhe ishte mirëpritur jashtëzakonisht mirë. Me këtë rast, nuk mund të mos i falenderojmë bashkëpunëtorët nga OJC Arrasta, Neharin, Agonin, Erollin e posaçërisht zotëri Ilje Gashin, me të cilin jemi takuar më shpesh ose kohë. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, kush e hap një rrugë të mirë në Islam, ai ka shpërblim për të dhe shpërblimin e atyre që veprojnë këtë vepër pas tij, pa ju paksuar për shpërblimet të tyre asgjë. Në fakt, ky hadith merret si argument për traditat e dobishme në mjediset muslimane. Pas 7 vitesh, dua të besoj se kemi hap një rrugë të mirë në kohën tonë, e kjo do të thotë se secili brez duhet ta përllogarisë në kohën e tyre dimenzionin kulturor si diçka tepër me vlerë në kuadër të shtigjeve të amanetit. Sepse feja nuk është vetëm regjim ibadeti, por njëkohësisht e përmban edhe relaksimin si komponent njerëzore. E kemi marrë këtë veprim jo vetëm si një atraksion kulturor, sa për të thënë se bëm diçka, apo për të na lavdruar dikush. Jo. E kemi bërë me gjithë mend, me ideale adhetare, si një rizgjim për kulturën tonë, apo më mirë të themi si një kthim ka vetvetja. Në këtë periudhën e pas luftës nga viti 99 në Prizren e Kosovë po organizohen edhe shumë festivale të tjera. Fatkeqësisht shpeshherë po shpërfaqen e po sjellin në ambientet tona disa aktivitete që fare nuk janë kulturore, për të mos thënë degeneruese, për çka shoqëria jonë nuk e meriton. Njësoj siç i përshtatim sjelljet tona me festat tona, ta zëm me 28 nëntorin apo 17 shkurtin, njësoj duhet i përshtatim edhe festivalet kulturore. Në të kundërtën, festivalet shndrohen në surrogate kulturore dhe të dëmshme për origjinën, historinë dhe rrënjët tona. E pra, të nderuar të pranishëm, Selam Festi përtej shërbimin ndaj qytetarëve përbën një përpjekje modeste dhe mbi të gjithë janë një kujdes për vetveten përballë sfidave dhe antivlerave. Pas fjalimeve u shfaqe dokumentari Evokimi i Selam Festit, edicioni parë 2019 dhe i dyti 2023, ndërsa ligjërues ishte Ekrem Avdiu, kryetar i Këshillit të Bashkisë Islame Mitrovic, me temën O bir hip me ne në barkën e shpëtimit. O bir hip me ne është një thirrje e kahershme, është shumë e lashtë. Ka ndodhur sigurisht vjetra mia vite para se të ekzistonim ne. Ka ndodhur një histori të cilën Kurani fammadh dhe fjalët e Allahut fuqiplote kanë bërë histori të gjallë dhe të pavdekshme. Ka jehuar si thirrje skajshmërisht e përzemërt.
thirrje e cila buron nga thellësia e zemrës së prindit për evladin e vet. Në kohën më të rrezikshme që ka përjetuar njerëzimi, nuk mendoj të ketë pas njerëzimi ndonjë krizë më të madhe se sa atëherë kur ka jehuar kjo thirrje, për arsye se ka ndodhur në kohën e përmbytjes së përgjithshme, në kohën e tufanit, të cilin e ka përjetuar njerëzimi derisa ishte gjallë profeti i përzgjedhur i Allahut fuqiplot Nuhu alayhi salatu wassalam. Ai burri bekuar jetoi gjatë, sikurse e dim, i ftoi njerëzit në besimin e drejtë, mirë po ishte vullneti i Allahut që të besojnë vetëm pak prej tyre. Dhe pas asaj sakrifice, pas asaj qëndrueshmërie, pas atij përkushtimi, pas gjithë atij sabri edhe gajreti, erdhi urdhri i Allahut për profetin Nuh që ta ndërtojë një barkë e cila ishte sebepi i Allahut që njerëzit të shpëtojnë, respektivisht disa njerëz të shpëtojnë prej asaj përmbytjeje, dhe ishte e garantuar se do të shpëtojnë vetëm ata që futen në atë barkë. Kurse Suhejli Berisha nxënësi i Mektebit me monologun Ne jemi ti, përderisa Nusret Kurtishi me grupin performuan artistikisht me këngë ilahi dhe u shfaqe dokumentari Medresia Alaudin, Shtëpi e Zotit dhe e Kombit. Kur u nis Adit, çka tha? A kish dashur edhe një herë me po? A kish dashur edhe unë me dit? Festivali vazhdon edhe sonte ku nxënësi i Mektebit Suhejla Gjaferi paraqitet me recital nga Kurani. Nxënësi i Mektebit Ajan Hasani me këngë për heroin Tahir Sinani, për të vazhduar me ligjëratën e Ardian Sejdiu, imam i xhamis Koha Ferizaj, me temën Sfidat e shoqërisë bashkohore, kurse Selma Bekteshi paraqitet me performancë artistike këngë ilahi. Këngëtari Meta Mehedin Përgjegjaj do të paraqitet me performancë artistike këngë ilahi. Gjithashtu shfaqet edhe filmi Zemzem i autorit Fatmir Muja në kuadër të festivalit, i cili është organizuar edhe panair i ushqimeve tradicionale Kermezi, në një hapësirë të veçantë ku bashkohen shija, tradita dhe solidariteti, presim mujalimet. Aty ku mund të shijohen gatimet e kuzhinës son tradicionale, organizuar nga Departamenti i Gruas pranë Këshillit të Bashkisë Islame në Prizren, mirëpret kontributet vullnetare të qytetarëve, qoftë edhe me një produkt ushqimor për ta pasuruar këtë panajër. Çdo kontribut sado i vogël është një vlerë e madhe dhe një pjesëmarrje e çmuar në suksesin e Selam Fest 2026, është porosi e këtij festivali. Madhi Allah, faleminderit ty për këto mirësi. Allahu Allah, oj madhi Allah, faleminderit ty për këto mirësi. Sunnet e Kur'an, kemi shumë marmiq, si sot e si dje, gjithmon ju pengojnë, kombi me gjithve. Jam Kosova me Shqipni, jam besnike bursotni, prej Prishtine në Tiran, në bashkon një ezan, më thonë shkupe kumano.